Faleminderit të nderuar nën kryetari i Kuvendit. Komisioni për Arsim, Shkencë dhe Teknologji në bazë të nenit 29/30 dhe 110 të rregullores së Kuvendit, nenit 9 paragrafit 7 të ligjit numër 08L110 për Agjencinë e Kosovës për akreditim, në mbledhjen e mbajtur me datë 22 prill 2026, shqyrtoi propozim vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës numër 01/12 të datës 21 prill për emrimin e 3 anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për akreditim dhe vendosi që Kuvendit t'i paraqesë këtë rekomandim. I rekomandohet Kuvendit të Republikës së Kosovës emrimi i 3 anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për akreditim si në vijën. Në shkencat mjekësore Driton Vela, në shkencat humane Florim Gallapeni, nga radhët e studentëve Shkurt Bajgora. Mandati i anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë është 4 vjeçar me përjashtim të anëtarit student i cili është 2 vjeçar. Mandati i anëtarëve sipas pikës 1 të këtij vendimi fillon vetëm pas përfundimit të mandatit të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në fushat përkatëse. Faleminderit shumë.